Fenomeni i vetë dëmtimit tek adoleshentët po njeh një rritje shqetësuese kohët e fundit. Të dhënat tregojnë se në shumë raste të ri dëmtojnë veten si pasojë e presioneve që përjetojnë në mjedisin ku jetojnë dhe veprojnë. Shkolla, një hapësirë që duhet të ofrojë siguri dhe mbështetje, shpesh ndrohet në një ambient të pasigurt, ku ngacmimet dhe bullizimi nga bashkëmoshatarët janë të shpeshta. Në këtë situatë të ndërlikuar, psikologët dhe ekspertët e fushës theksojnë nevojën për një bashkëpunim të ngushtë mes 3 hallkave kryesore që ndikojnë në zhvillimin emocional të fëmijës, prindit, fëmijës dhe mësuesit. Mua më vjen keq që në fakt në media këto ditë kemi parë disa raste të bullizmit nëpër shkolla. Duhet të jetë një këmbën alarmi patjetër. E rëndësishmja e vendit tonë fillon që nga fëmijët tanë, mënyra se si ne i rrisim ata dhe i edukojmë për të qenë pastaj qytetar të këtij vendi dhe për ta çuar Shqipërinë përpara. Patjetër piknisja, siç është piknisja e jetës, është familja, komunikimi në familje duhet të jetë sa më i thjeshtë në botë kuptimin e fëmijës, kush më mirë se prindit e njohin fëmijën e tyre, pra duhet gjetur ajo gjuha e përshtatshme për t'ia shpjeguar fëmijës edhe diferencat që mund të gjejë fëmia në klasën apo në shkollën, se ku do të shkojë apo tek shokët që ai do ketë pranë vetes. Në një apel të drejtë për drejtë ndaj prindërve, psikologja Hoxha nënvizon rëndësinë e komunikimit të hapur, mbështetjes emocionale dhe krijimit të një mjedisi të sigurt brenda familjes, ku fëmijët të ndihen të dëgjuar dhe të pranuar. Unë e kam shumë të rëndësishme të them komunikimi. Komunikimi është baza. Ti qëndrojmë pranë fëmijëve tanë, ti shikojmë çfarë problematikash kanë, ti lëm të flasim dhe ti dëgjojmë në mënyrën më të mirë për t'i ndihmuar. Duhet dëgjuar ndonjëherë fëmia dhe në heshtjen e tij. Dhe këtu e kam fjalën për ata fëmijë që ndoshta prindje kupton që kanë krijuar një izolim në familje apo në aktivitetet që më përpara mund t'i bënin me shumë dëshirë apo tani nuk i bëjnë më. Më përpara kishin dëshirë të shkonin në shkollë, por tani ju vjen më vështirë kjo gjë, ashtu sikurse edhe nëse shikojnë shprehi, po themi, më të forta se ato që fëmia e tyre ka kapacitet, edhe atje është shumë e rëndësishme që të ndërhyjet. Nuk është as pak turp do thoja, apo ndjesi vështirësie nëse kjo do komunikohej me psikologun e shkollës, me psikologja shkolle, me punonjësit social apo dhe me vetë mësuesit. Lufta kundër këtij fenomeni kërkon jo vetëm ndërgjegjësim, por edhe bashkëveprim të strukturuar dhe të qëndrueshëm mes fëmijës, shkollës dhe institucioneve që kujdesen për mirëqenien e fëmijëve.